Ebu Hanifja i madh falte namaz natën, u fal natën. Sot musliman më shkruajnë mu mesazhe, s'po gjej kohë për 5 vakte. 8 orë i ka gjumë, 8 orë i ka punë, 3 orë i ka kafe, 2 orë pa i qerek futboll, vetëm për namaz ka kohë, gjitha tjera të conë. Dhe Ebu Hanifja këtë i kështë kalu, se kjo është e klasës parë. Tu fal namaz natë, kishte i komshi, djaliri, grinda vec. Pinda alkohol, shkon të i kështë komshi. Ebu Hanifja Allahu Ekber, elhamdulillahi rabbil alamin, tu madhëru Zotin, a i fillot të bërtiste, thyte gjërat e shtëpisë. Edhe jeton të vetëm. Dhe herë pas here në gjomë të Ebu Hanifja duke thonë, më kanë haru njerëzit, s'më respektojnë njerëzit, s'më dun njerëzit, si që është bo sot, nuk e ka problem, pse ti si mendove të pafti madhi Zot me të mira, u bërë Europian se majte i qenë me vete. Ja. Ja. Sot jam shtof njerëzit varë. Ku e ke vlajnë se kam, ku e ke qeni në shpi. Kam maru. Kam maru, ka kam në tu. Sama. Ja. Edhe e bërë një fetë qota. Mund të kishe kom që e bërë një vene madhë. Një të keqë, por muslimani ka menquri. Të kishte qenë në një nga të devosmit e kohës. Do kishte bërë këshill, dritare do kishte dalë, o pianes dhe gjo këtu, shejtanit malkohë. Kjo është kohës. Kjo është e kohës tonë. Kjo është islamit të vijum i kohës tonë. Kurse i Ebu Hanife i madh, djetari i madh, hollozi i madh i dijes islame. Duroj. Dhe shifte kur mund të ndihmoj, kur mund t'ju qenë të pranë, me mençuri të madhe. Dhe i natë, Allahu Ekber me fal namaz natë, prit se po fillon ai me thy gjëra dhe me shaj dhe me bë ska. Thash i qyr Zotit sot na e paska i Zoti qafë, të falem tamam. Nesme prap shumë. Por, 2 ditë janë shumë. I tha atyre, ku është komshiu? Tha në burg. Tha qarë ka ndodhë? Tha merë të borgj, majtas, djatës edhe e dënon cunat, edhe qunë në burg. Do të gjdo ditë merë të borgj që të pinta alkohol. Tha, po erdi dita. Një të shku atje, një të taku ato. Ato i këshim dertë madhë, shko të Ebu Hanifja. Mirë se erdi djetari madhë. Tha, nuk ka problem. Sa borgj ka filani kajsh, ja ku i geda. Lirojni. Edhe e priti këderë, e i madhë shumë. Edhe i doli, kur e pa, dhe dita i që kështë shqetsu kom shion shumë. A i bine se herë pas here, kur më gjesi dilë alkohol i thote, si së më thaj i lafë, nuk kolloz i madhë. Se më gjesë ati i dilë të pia. Dhe e pa këdera. Tha, mirë e djallë, po. Vazhdo të dhe një i lirë. Ecën pak, dhe i uli kokën me turp, kom shion djallë i lirë. Por ju drejtoj madhe e Ebu Hanife dhe dëgjoh. Po tha, nuk të kishim haru, tha. Së të kishim haru. Vetëm për pritëshim kohën, kur t'ishim afër teje. Vetëm kur t'gjeshim kohën, të të ndihmojshim ty. Vetëm kur t'gjeshim kohën, të bëjshim mirë ndaj teje. Se piu më alkoholin, u bo muslimani mirë. Të kishim dalë në devosmit e kohës tonë, dikush dhe i shem të derën, dikush tjetër i thyte xhamat me gur sepse po pi alkohol, dikush tjetër lajmëron çast policinë se po bëhet nami, kur derisa të viste si se po muslimanai. Muslimani do të thotë, musliman do të thotë nga Kurani, njeri i mençur. Musliman do të thotë nga Kurani, njeri i vizionar. Muslimane do të thotë nga Kurani famlar, njeri i moralshëm, zemër pastër, shpirt që buron mirësi, njeri me edukat, njeri me kulturë, mbi të gjitha njeri i dishëm, mbi të gjitha i buzëqeshur dhe i afërt me njerëzit sa të kenë mundësi, po mirë largohet maksimalisht mos t'i bëj keq. Ky është Islami i vërtet. S'kemi nevojë me dëgju prallat e tjera. Ky është i Kurani famlar, ti u begatofti madhës.